Shikues të nderuar, mirë se erdhët në çdo kënd. Viti 2025 dëshmoi se Shqipëria është sa afër edhe larg Bashkimit Evropian. Një vend që ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave të antarësimit, por po ashtu është një vend ku ditë pas dite shohim se si korrupsioni qeveritar vazhdon të sfidojë demokracinë. Ndërsa shoqëria duket e përgjumur dhe e pafuqishme për të reaguar, opozita nuk është në gjendje të japë shkëndija frymëzimi për ndryshim. SPAK i është urrur politikës, shtetit në nivelet më të larta, duke ngjallur besim, por edhe duke provokuar reagim, ndaj asaj që herë një rapal dhe herë pala tjetër e quajnë republikë prokurorësh. Qytetarët nga ana tjetër vuajnë drejtësinë e vonuar dhe të munguar për vite të tëra pritje në gjykatat e zakonshme. Kemi parë këtë vit dosje të frikshme krimi dhe korrupsioni, zgjedhje të cilësuara të pabarabarta nga ndërkombëtarët, ku sipas tyre nuk dallohej ku ishte partia dhe shteti. Çfarë ndodhi me shpresat për një të ardhme më të mirë për ëndrrën 35 vjeçare të Shqipërisë si Europa? Në mos politika përmes zgjedhjeve të lira, a mund të pritet ndryshim nga drejtësia apo nga ndërkombëtarët? Apo na gënjen dikush apo rrim dhe gënjejmë veten? A është përsëri koha që qytetari të rishikojë rolin e tij në këtë betejë? Me akademikun Ardian Dreca ndalemi në një bisedë vëzhgimi dhe reflektimi për Shqipërinë si është dhe si duhet të jetë.